Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Pasion e Profesion. Si gjithmonë, ne po vizitojmë agroturizma. Jemi sot në një agroturizëm shumë afër Prishtinës, jemi tek Hamari. Këtu është një vend i mrekullueshëm, fantastik, ku ka një pamje piktoreske, por gjithashtu ka ushqimin shumë të shijshëm. E ne do e bëjmë një intervistë me Adrianin, i cili do na tregojë të gjitha detajet për këtë vend. Kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij emisioni, sepse do kënaqemi shumë bashkë. Shikues të dashur, tashmë e dini se ku jemi tek Hamari dhe do e bëjmë një intervistë me bashkëthemeluesin e këtij vendi, zotëri Florim Gashi. Zotëri Florim, faleminderit shumë që gjete kohë dhe u bashkove për këtë intervistë, për emisionin tonë. Faleminderit për vizitën e ju. Është kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu, që të shohim vendin më nga afër, por gjithashtu të provojmë ushqimin e mrekullueshëm këtu. Besoj që kam e pëlqyer. Zotëri Florim, flasim pak për themelimin e këtij vendi. Si ka ardhur ideja deri tek themelimi i këtij agroturizmi? Ideja ka lindë në vitin 2002. Po ka lindë vit civil me bo. Kom pas si hobi me dalë për gjeti, me natyrën e kom dalë gjithmonë. Kështu që kom dalë natyrë të dhe kom pa dimi të rëzit shumë këto, dhe nuk kom koha shumë e mirë. Në 2002 ka lindë ideja dhe kom ble veni këtu. Në 2002 me nere kom përfundu, si ka dalë pranë vera, e kom përfundu e villën, dhe në 2010. Po qaq vizitor kam fillu me orë ka, që e kom pas pa mundshme edhe me pushu. Si jo lëpshin nu, jo lëpshin sanë tjera, kështu që infrastruktura nuk o ka në mirë, pak u regullu, ka e nda punë të pa regullu, po edhe kom bo restoran, e kom pa që është e nevojshme me bo restoran, se për para kom funksionu në Prishtinë, kom pas hotelionin, edhe kom bo restoran këtu, po kom pas që me bo natural, diçka, me bo, si, që me thonë, si Hamar, diçka, më ka lind ideja. Edhe, qështu këna fillu me punu. Është një vend fantastik, me një pamje fantastike, po gjithashtu ndoshta mundesh me na tregu se tregove që ka qenë villë, ke fillu si restoran, dhe si erdhi ideja me bu kaq bukur. Kaq bukur e kom bo vetë krejt. Do më nuk, këta druna këtu krejt janë për mi 100 vjeqarjen. Kom për shpjat vjetra, për Hamara që i kom ble, që i kom renovu, po këto i kom regullu vetë. Po si erdhi deri te koncepti agroturizëm? Agroturizëm e kom dashtë në gjithmonë, se me të kallëzu drejt ushqime tradicionale, i kom dashtë shumë. Rini jam ka shku në Gërbet. Mama kom jetu në Gërbet shumë. Edhe kështu që për tradicionali gjithmonë kom vujt vetë. Atë ne kom edu këtë ushqim. Edhe punojna ushqimin tamën tradicional, po do mënë që të ka lind ideja të dashnia e jam, edhe ju ka pëlqyer dhe tjerëve. Po besoj që jeni të kënaqur edhe me arritjen që ka tash Hamari. Po, arritshmëria e jam është e kënaqur kur i shoh punëtorët që po kënaqen edhe mysafirët kur vinë. Dom të kënaqur, unë jam edhe më i kënaqur. Keni edhe një staf fantastik. Stafi është fenomenal, që 3 vjetë kena fillu me punu, kur këtë punëtorët i kem vjetër, i kem për fillimit që kanë fillu me punu, nuk kena ndryshime, shefën, dhe kemi edhe bashkë punëtorën, pjenerën, që është shumë e mirë, po. Fenomenal. Zotëri Florim, po ndoshta për fund, para se të fillojmë edhe intervistën me Adrianin, me na tregu se cili është ushqimi që ty të pëlqen më shumë ti që e përgatitni këtu te Hamari. As mundesh me i ndo. Ja, më i ndo se shkoku nuk jam shumë që e ha mishin. Po. Aden, kam qenë gjatar, i du kaftë shumë tash. Po. Dhe në kona në gabim për mund. Tash kë ndryshim. O, tash kur pi du kaftë ma shumë, mishin për o ma pak. Po, më ma shumë i du brumërat, pitet për shemëll, e du e krelanën, flijat këto, janë për mu ma... Ushqimi ma i preferuar për gjithë neve shqiptarë. Unë që ato i du ma shumë. Zotëri Florim, faleminderit shumë që ishe pjesë e intervistës, ishte shumë kënaqësi që të kemi edhe ty me na tregu pak historinë e këtij vendi të mrekullueshëm. Faleminderit shumë edhe për juve që na keni vizitu, nalësia mbi detar është për minimi metra,
Ari paste. Ajri paste, pamja fantastike, por gjithashtu edhe koha na ka marrë shumë e mirë sot. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Ju tregova pra që do e kemi edhe një bisedë me Adrianin, Adrian Berishën, po besoj që ju gjithë e njeni. E këtu është me mu, me na tregu diçka tjetër jashtë asaj që jeni mësu me dëgju edhe me folë rreth saj. Adrian, faleminderit shumë për pyetjen. Faleminderit juve për ardhjen dhe që po na mundsoni me tregu historinë tonë të Hamarit përmes platformës juaj Pasion Profesion, edhe komplimente për punën që po e bëni krejt sikur ekip. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e madhe të flasim pak edhe me zotrin Florimin, i cili na tregoi pak rreth historikut, rreth fillimeve, themelimit të Hamarit, por ndoshta me dëgju edhe prej teje çu ka qenë fillimi yt në këtë vend. Që Florimi apo Limi që thonë ana, është buri hollës tem, edhe menoj që është, si më thonë, bërthama kryesore komplet adin historisë të Hamarit. Ai ka nis edhe me siguri që ju ka tregu më shumë për në detaje. Po na kena një raport shumë shnosh, domethënë holla e Shqipja është domethënë holla e shpirtit. Edhe tani kena ardhur disa herë, unë kam ardhur tash. Prapavia jam është gastronomia, edhe në hospitality edhe gjithçka. Kom punu dhe në kalumën këtë sektor. Tani sa arvisha jepsha ka një kritikë, po kjo është krejtësisht ndryshe. Kjo ndryshe, po që me thonë, gastronomia ka paka shumë strukturën e njëjtër. Dallon, për shembull, dallon në koncept i tillë, si është mal, në aspektin logjistik, në aspektin e çdo gjëje tjetër, dallon një hotel, dallon një Por që ne në Kosovë kemi mangësi të koncepteve të tilla. Po, për atë arsye dhe po them. Po, besoj që tash kemi fillu këtë trendi, sidomos pas periudhës pandemisë, domethënë me kuptuar rëndësinë e natyrës, rëndësinë e katunit, dhe se është i varlloj shpirtënore këto, më shumë se sa gjithçka tjetër, bële ajo shaja thotë aty ujë dhe buka e mira e vjetra, vëdim. Te na kanë thonë bukë krype zamër, kështu që edhe na këtu mundu me allo njerëzve të qatë ndjesi. Limi e ka nisë shëtsekëm, tani neve na ka thirë, unë me vëllahun të Amdrenin, ju kemi bashkan gjitë, tani edhe blinerën kom shohë që e kom, sikur motër me thonë, e kom ftu blinerën edhe menoj që ta den aspektin e shijeve edhe asaj që bën blinera është shpirti vend. Po çka e pret Hamarin në të ardhmen? Qëllimi jonë është fillimisht është një thonje kështët pa tu prish 3 tepsia 5 jarmet nuk mundesh me ja marrë dorën. Okej. Adin ka kalu një 3 vjetë, unë që 3 tepsia po i konsideroj 3 vjetë. Faleminderit kejve që adin kanal na kanë vizitu, edhe që adin vazhdojme na adin vizitu edhe neve na bojnë zamrën malë edhe në më thonë pa njerës ky vend nuk kish me adin funksionuar janë. Tash qëllimi jonë është, do me thonë, gjatë viteve të arshme, menoj në 5 vjetore në arshëm, që ato që e thash më herët, me mujtë me shëndru Hamari me një vend ku çdo gjë që përdoret në Hamari me pas një perimetër të 0,1 kilometër fut. Për shembull, ka këtu kojshite cilët... A do kitë kafsh? Kafsh. Nashta po e shet që venin këtu nuk e kemi që tash erdhën do shota që atë. Shota, gjelin e plash. Që kjo kanë këtu, na po menojmë do me thonë me bu një kanë të lodrave, sepse shumë familje e kanë dhe na i kemi do kështu të adin fleta për adin vizatime, ka qëtë kanë po dojmë bu disa lodra të cilat janë të drunit. Pastaj në qatë pjesën që atje, qëllimi është do me thonë me pas edhe kafsh të ndryshme ku për shembull njerëz kur vinë e shijojnë një lloj momenti edhe me kafsha vëdim. Po, do me thonë, ashtu që thonë, ha pas hapi. Gjithçka me pas kohën edhe vadin vaktin e vetë. E bona këtë pyetje se ndoshta edhe fëmijët të gjitha ata prindër që dëshirojnë me ardh janë shumë interesuar edhe që a do të ketë kafsh për po, do me thonë, kafsh po të njëjtën kohë këtë vit e kemi shumë të rëndësishme me edhe me zhvillu kondën e lodrave, terasën e re andej që kemi bu. Adin ekipa jonë më kun e lumëtër, që kjo është tepër e rëndësishme me çdo kush që punon Hamari me qenë me pas një farë lloj adin lumëturie, me pas klatësi kur vjen me punu, adin mos marrë me zor. Që kjo është një farë periudhe kohore ku po dojna me, si me thonë, me finalizu këtë pjesë, po shpresojmë që rruga gjatë periudhës së kësaj periudhe pranvere me u rregullu nga ana e komunës së Prishtinës dhe pastaj kur këto rregullohen, besoj që vitin e ardhshëm ka me qenë vit ku kemi me fillu do me thonë këtë pjesën e bashkëpunimit edhe me
si me thonë, njerëz që jetojnë këtu në kanton, dhe të njëjtën kohë me pas kandin e kafshët. Po, gjithçka me kohë dhe me vendin e vet. Me hapa të sigurt. Me hapa të Adrian, për fund të kësaj interviste, nëse ke diçka më thonë të gjithë shikuesve të Pasion e Profesion, lirisht, po të jap fjalën. Faleminderit shumë. Unë të gjithë juve po ju përshëndes dhe po ju them që kurdo që keni kohë të lirë me na vizitu në hamarin ton, e rëndësishme është me cek që këtu te na ju mirëpresë mirë, shërbejmë ushqim tradicional edhe keni një pamje shumë të mirë. Qëllimi jonë gjithmonë është me pas ju një eksperiencë të mirë sikur familje. Edhe veni vend me shumë dashni. Shumë dashni, definitivt. Adrian, faleminderit shumë. Ke shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ty Arion, gjithmonë kënaqësi edhe shpresoj të shihemi për të mira gjithmonë. Gjithmonë. Shikues të dashur, kjo ishte edhe eksperienca jonë këtu tek Hamari Agroturizëm e për të gjithë ju që dëshironi të largoni nga zhurma e qytetit dhe të vini të shihoni ushqim fantastik, e jani këtu tek Hamari sepse keni shumë afër Prishtinës, por gjithashtu ju pret një staf i mrekullueshëm këtu.